të jepte një kryeqytet i lirëve, pra Stambollin e sotëm, pra që i dha Konstantinopolin qytetin e tij, që themeloi mbi Bizantin e vjetër, të jepte një alfabet të tij, dakor, dhe të kishte pra një prosperitet të tillë që të eshte një shtet i ri, një perandori e re që do ishte ajo perandori e lire. Dhe këtë bënte Konstantini Masill. Dhjetra perandor para tij kishin qenë me origjinë lire dhe ishin perandor që kishin shtruar rrugën deri tek ai. Të kujtojmë se ai s'kishte përkatësi greke, por nuk kishte as përkatësi romake, pasi ai nuk e njihte fare Romën. Dhe është histori, kjo është zezmi i bardhë. Ai për herë të parë e ka hyrë në Romë dhe për herë të parë e ka njohur qytetin në moment që ka hyrë në Senat për të marrë kurorën si thua zyrtarizimit perandor, pasi ishte ushtria e tij që i kishte lënë të drejtën me aklamacion, siç u bënte në atë kohë. Ushtria vendoste gjithçka, ndërsa Senati kishte humbur rolin vendimarrës, ajo ishte shtruar vetëm në një noter. Pra Senati ishte një noter. Në atë kohë ai kishte në dispozicion, dim që në periudhën e Konstantinit të Madh kishte perandoria romake një shtrirje rreth 5 milion kilometër katror. Kishte në kohë paqe një ushtri të përbërë nga 19 legjone dhe çdo legjon përbëhej nga 5 deri në 6.000 ushtarë. Në këto 19 legjone, ai kishte 10 legjone të tij i kishte i lirë. Imagjinojmë potencën e Konstantinit të Madh që vendoste ai zot vet Shkop që e kemi ne atë shprehjen tonë. Pra ai vendoste gjithë atë që donte. Pra në këtë kontekst, pretendimi që ai bëri që futi alfabetin në Stambollin e sotëm, në Konstantinopolin, e futi për qëllimin e krijimit të këtij shteti të madh i lirë, është dëshmuar përsëris një herë. Është nga Marcellinus Illyricus, që është në periudhën më e hershme mas tij, dhe është në Illyricum Sacrum, ku është vepra monumentale e përsëris nga një shqiptar i madh i autorizuar që ishte Gjon Francesco Albani. Ishte Klementi XI, i cili ka qenë një gur themelor për ringjalljen edhe një herë të patriotizmit shqiptar, për ringjalljen një herë të figurës së Gjergj Kastriotit, pasi e dim që ai ishte një shqiptar i vërtet. Ai duhet të ketë bustin e tij kudo në Shqipëri, pasi ka qenë një njerëz që ka dhënë shumë për adhëun tonë. Imagjinojmë kaq shumë ishte shqiptar o madh Gjon Francesco Albani, Klementi XI, sa që një kompozitor i madh si Vivaldi, një venecian i shquar, një kompozitor i dimensioneve evropiane që ishte për kohën, Vivaldi bëri një operë që i vuri emrin Skanderbeg. Pra, për t'i bërë qefin patës, ai bëri operën lirike Skanderbeg dhe vuri pati një pranit të jashtëzakonshme në teatrin La Pergola të Firencës, kur u vu për herë të parë në skenë. Imagjinojmë se sa ishte i madh atë kohë Gjon Francesco Albani. Dhe një tjetër shkrimtar i jashtëzakonshëm, një filozof që në gjykimin tim është mbase filozofi më i madh i gjitha kohërave, që është një francez që quhet Jean-Marie Arouet, i cili është Voltaire. Voltaire shkruan pasazhe të tëra mbi heroin ton kombëtar Gjergj Gjon Kastrioti dhe nderohet me figurën e tij. Pra këtë bën ai sepse ishte një, si thuash, i thtar i atij pape që kishte qenë më parë, që ishte Papa Klementi XI. Pra kjo është përsa i përket Konstantinit të Madh. Konstantini i Madh mbahet si pa diskutim themelues i idesë që Napoleon Bonaparte më vonë kërkoi ta bënte realitet dhe ta shtrinte në provincë ilirike që ai e bëri deri diku, dhe ajo që bëri Venecia me Albania Veneta. Pra ato ishin tendencat për të shkuar më tej, dhe në Venecie ka dokumentacion i cili referohet Zanafillës së Konstantinit të Madh për të krijuar këtë Albaninë e tij dikurshme, pra këtë Ilirinë e shtetin i lirë, dhe ato dolën konkluzionin për të vazhduar në vazhdimin e tij për të bërë Albaninë Veneta. Pra këto janë burimet kryesore për sa i përket Konstantinit të Madh. Zoti Kraja, ne besojmë se ky alfabet dhe gjuha e organizuar për ti përfaqëson, sipas nesh, artefaktin më cilësor për transmetimin dhe ekzistencës së kulturës pellazge. Ç'e mendoni ju për këtë punë? Po pa diskutim, që këtë thot vet Han, që Han është një albanolog. Albanolog më të shquar që ka pasur gjithë kontinenti tonë. Por edhe Falmerajer e thot shprehimisht
që ky shqiptarët janë pasardhës të pellazgëve nuk ka thot dyshim. Dhe alfabeti që sot thot ai përdorin dhe ato që quajnë veten grek thot është e marrë nga pikërisht nga shqiptarët e lashtë, nga pellazgët që janë zanafilla e qytetërimit tonë. Pellazgët ishin banorët e parë që ishin të hapur në gjithë kontinentin tonë, sidomos të pjesës mesdhetare dhe jugore të Evropës, por dhe atë qendrore. Prandaj ne hasim shumë herë atë kundërshtim e disa skeptikëve të cilët të thonë, po si është e mundur, pas kemi pushtuar gjithë Evropën. Ne nuk pushtuam gjithë Evropën, po ne ishim në gjithë Evropën. Dhe ne vazhduam duke u kurrë dhe mbetëm ato që jemi sot. Por ne jemi një popull i jashtëzakonshëm dhe historikisht kemi qenë kështu. Ne që edhe në kohën e mbretit gjigant që kishim ne, që ishte Aleksandri i Madh i Maqedonisë. Ai përhapi një kulturë, por nuk përhapi kulturë greke apo helene, pasi nuk ka gjurmë në lindjen e mesme apo në lindjen e largët të kulturës helene. Nuk ka asnjë gjurmë, është vetëm një prallë e sajuar me vonë. Ai përhapi atë identitetin e fortë i lirë që kishte, ai kishte idenë që të bëj një ndërthurje racash në atë kohë, aq sa i urdhëronte ushtarët e tij që të martoheshin me gratë vendalie. Dhe gjithë ato që janë në zonën sot që ne i dim në Hundës e mëtej, janë gjithë si thua mbetjet e ushtrive të Aleksandrit të Madh në atë kohë që i la pas asaj që aty ndodhi, që dim ne. Por ne as në antikitet, as në kohët moderne, ne nuk kemi qenë një popull që kemi një popull gjenocidal, një popull që kemi bërë gjenocid me popull tjerë. Dhe këtë na kanë marrë për dobësi, ama. Ne kemi bërë shumë mirë që nuk kemi hakmarrë kurrë, por na kanë marrë dhe përsërisht pra për dobësi. Ne na kanë bërë që na kanë bërë fshitan jugor me çamët e ngratë që i morën i sakatuan dhe ne kishim aty një grush minoritar dhe nuk ju prekën një flok. Një flok nuk ju prekën. Kjo tregon qytetnim. Por ama ne na marrin për dobësi edhe këtë. Ne kishim rastin e Kosovës, e shqiptarëve në Kosovë, në Dardanin tonë, që i kanë 200 vite që i persekutojnë, që ishte nga Nish Nishi, që ishte qyteti Konstantinit Madh. Janë 4 milionë gjysmë shqiptar të zradikuar, të hequr nga territori tyre në periudhë 2 shekullore, të nisur drejt Turqisë dhe Matan. Dhe ne nuk u hakmorëm, patëm rastin masi hyri NATO-ja që të hakmerreshin për herë të parë paktën ndaj tyre. Dhe shumë mirë bëm që nuk u hakmorëm, por ama këtë na marrin prapë për dobësi. Ne kemi një vend që na ka masakruar për 500 vjet. Dhe ne nuk kemi dëgjuar një herë që të na kërkojnë falje për 500 vjet robëri. 500 vjet persekutim, na kanë mbyllur gjitha shkollat. Ne kishim universitet që në shekullin e 14, ne kishim shkollat tona, gjimnazet tona, ne kishim zhvillim industrial në atë kohë, ne kishim zhvillim, kishim një sistem shkollor, kishim një sistem rrugor, kishim një infrastrukturë dhe na shkatruan gjithçka dhe ne vazhdojmë sot të thojmë dhe popull vëlla. Pra ne kemi një memori shumë të shkurtër dhe kjo ne na fut në atë krizën e sotme të identitetit. Pasi kemi dy gjëra që ne duhet t'i ndrojmë me forcë brenda nesh, secili brenda vetes vet. E para, të jemi mirënjohës ndaj atyre që na ndihmojnë. Ne i harrojmë ato që na ndihmojnë shpesh. Ne nganjëherë harrojmë ato që na bëjnë mirë. E ky është një dobësi, është një gabim i madh. Por harrojmë në njëjtën kohë harrojmë edhe ato që na persekutuan. I harrojmë dhe ne i falim. Si mund të përqafohemi ne me zëllëmsin e Miloševićit? Si mund të përqafohemi një njeri që i ka duart të dim se ku i ka? Në gjakun në martirin e mira shqiptarëve të Dardanisë, sepse ishte në sistemin asaj kohe. Pra si mund ne të japim përqafime këtyre njerëz, si mund të pranojmë të ulemi në tavolinë me to, si mund të pranojmë që të jemi mes tyre dhe të japim barazi, përpara se ato të kërkojnë falje, po duhet të kërkojnë falje dhe të dëm shpërblejnë këdo për ato dëme që kanë bërë Shqipërisë. Ne kemi përsërisht prapë njerëz që na kanë vrarë, na kanë persekutuar, na kanë zradikuar nga toka jonë. Janë me qindra dhe mijëra arbresh të hequr nga territori tyre dhe ato e vuajnë akoma sot sepse thonë lam gjithçka. Lam shtëpie katandi, lam vëllezër dhe motra dhe ikëm këtej. Pra, këtë ne nuk kemi kërkuar kurrë që ta bëjnë fshirit tanë. Ne nuk kemi sot bust të Pirros. Pirro i Epirit ishte një mbret legjendar shqiptar, nuk kemi një bust në gjithë territorin tonë. Nuk kemi një statuj të Aleksandrit të Madh. E kemi ato të Mitsotakiosit. E kuptojmë se sa negative është një gjë e tillë. E kuptojmë se sa dëmshme është për kombin tonë kjo. Pra ne duhet kemi pra atë vullnetin ton
që të fillojmë të korrigjojmë nga vetvetja jonë gjithçka. Unë shumë herë kur shkoj të flej bëj vështirësi dhe të flej nga i herë sepse them e bëra sot detyrën time ndaj vëllezërit tim. Pra nëse ne e bëjmë vetëm një herë në ditë, marrë dhe një herë në javë, të vetes tonë, koshiencës tonë, nëse jemi mirë me veten tonë, pasi e bëmë, e quam një pikë ujë në mullirin e vendit tonë, ne atëherë do e bëjmë vendin tonë ashtu siç duhet. Ne kemi në projekt, jo jap edhe juve në një lajm që kemi në projekt në ditët dhe në muajt që do vinë, në projekti që është Shqipëria 2030. Shqipëria 2030 ne do të kërkojmë të sensibilizojmë gjithë shqiptarët tanë kudo janë ato që të fillojë një rikthim jo masiv, por gradual i shqiptarëve në tokën e origjinës. Pasi nuk mund të vazhdojmë ta braktisim atë tonë sepse është vendi më i bukur që ka bota. Duhet filluar nga unë i pari, nga shumë shokë e miq që kam. Pra do fillojmë të bëjmë hapat e një rikthimi drejt atë dheu. Na keni me vete. Sepse braktisja që është bërë atë dheu është katastrofike, sepse ne kemi sot dëshminë dhe me shkruajnë shqiptarë, sidomos nga fqinjtë tanë jugor, me shkruajnë në mënyrë të vazhdueshme, me shkruajnë kur marrin në shqetësinë e atij vendi. Ato i detyrohen sepse ndryshojnë emrat. Një Koçi me kishte quar pasaportën e tij shqiptare Koçi dhe pasaportën e tij të vendit fqinj jugor Koçi. Pra një tjetër mbiemër më ka quar një tjetër që e kishte Cani dhe nga Cani ja kishin bërë Cani, TSANI. Pra TSANI ai është puro i atij shtet pastaj, të paktën në brezin që vjen ai hub çdo gjurmë. Pra kjo duhet të mbarojë dhe kjo mund të mbarojë kjo gjë qesharake që dojnë të na grabisin dhe sot ditën për diell njerëzit tanë sepse kanë probleme demografike, por është e papranueshme një gjë e tillë. Të marrin shembull nga një shtet që është me të vërtetë shtet mik, që është Italia. Pra këtu është ajo ideja që thash part të saj memorie kolektive që ka një zanafill historike. Nuk të shtrëngon askush të ndrosh mbiemrin, qëndro shqiptar, pavarësisht se ti mund të marrësh në qetësi. Nuk ka asnjë ndjekje, asnjë përsekutim, asnjë dyshim mi bën karrierë shqiptar duke pas mbiemrin ashtu siç ja ka dhënë baba i vet. Dhe ndaj ubethirrje që është shkelje të drejtave të njerëzit, bashkëdhetarëve tanë që marrin në shqetësinë në vendin fqinj të jugut të rezistojnë, pasi konventat evropian, konventat internacional, konventat e Komunitetit të Bashkimit Evropian e ndalojnë rreptësisht ndryshimin e mbiemrit për arsye të marrjes së në shqetësisë në një vend apo një tjetër.